Përshëndetje miq, përshëndetje vëllezër dhe motra. Dje hodha një status në Facebook për këto patate që kemi prodhuar. E hodha me qëllimin që këtë prodhim të shkojë direkt ke konsumatori dhe jo ke privati. Mora komente pa fund miq, mora nga ekspert bujqësisë, që i falenderoj se nga ata mësoj. Mora komente pa fund nga ekspert TikTokut, që se kanë idenë çfarë do thot patate, që edhe kur ua servirin pjatë, pysin çfarë janë, dikush thot kanë pesticide, dikush thot kanë plera, pa e ditur se çfarë janë pesticide dhe çfarë janë plerat. Po shprish punë, se kush ka plante veta, unë dua t'ju them miq që ky dhe nuk ka nevojë as për plera, as për pesticide. Këtu jemi lartësinë 2100 metra. Ky është dhe i punuar për vit dytë dhe them që për një 5 vjet nuk ka nevojë as për plezi, as për asnjë. Ju përshëndes miq, dhe desha t'ju bëj një këshill që mos ta keni frikën nga migranti. Unë jam 33 vjet emigrant. Sa të marrë këta prap në emigrim do shkoj. Frikën t'ja keni atij që mundon të bëhet i pasur për pak kohë. Emigranti ka durim. Nuk kërkon emigranti të bëhet i